Përshëndetje të dashur shikues dhe mirë se vini në emisionin ton për muajin mars. Muaji mars është plot me festa të bukura dhe aktivitete të veçantë. Sot do të ndiqni sekuenca shumë interesante të përgatitur nga nxënësit tanë për ndër festës së 7 marsit, ditës së mësuesit, 8 marsit, ditës së nënës, 14 marsit, ditës së verës dhe 21 marsit, ditës së ekologjisë. Së pari do të filloj me 7 marsin, ditës e mësuesit, një festë që na kujton rëndësinë e dijes dhe përkushtrimin e mësuesve tanë. Në fillim do të ndjekim intervistën e përgatitur nga nxënësit tanë me pedagogen Dashurie Ismailin dhe Enver Selimin. Përshëndetje, jemi në bibliotekën e shkollës tonë me pedagogen që do na flasi për përvojën e saj në shkollë. Përshëndetje, gjej Krenari dhe jam shumë e lumtur që jam pjesë e kësaj interviste apo bisede do të realizojmë bashkë mirë. Cila ka qenë ndodhia më e bukur me nxënësit? Së pari mund të them se që të edukosh të tjerët duhet të jetë vetë i edukuar dhe profesionalisht i përgatitur. Në jetën time profesionale, apo me thënë në punën time, mund të them se kemi pasur shumë ndodhi të jetës së përditshme, të cilat va kam plotësuar punën time si pedagog i kësaj shkolle. Së pari mund të cek regjistrimin e nxënësve në klasën e parë, ku te ata kam një frymëzim tepër të madh dhe nuk e harroj kur, gjallërinë e tyre, gëzimin dhe dëshirën për të regjistruar dhe vjuar shkollim. Aty fillojnë hapat e para të dijes dhe vijimi për një ardhmëri shumë të lumtur. Aty fillon bashkëpunimi edhe më i fortë me arsimtarët, nxënësit dhe prindërit. Po kemi edhe shumë ndodhi të tjera me nxënësit e shkollës, ndodhi të përditshme, ku këshilla, biseda të lira me nxënësit, biseda grupore. Por më tepër na kënaq fakti në orët mësimore ku nxënësit kanë qenë aq të hapur me ne, ku kemi realizuar çdo anë pozitive, po ashtu edhe anët negative i kemi shqiptuar bashkë me nxënësit dhe besoj se kemi arritur rezultate të mjaftueshme. Mandej kemi edhe punën me nxënës të talentuar, me nxënës që ndjeksin në mësim dhe nxënës të cilët kanë shumë nevojë për përkaqjen tonë dhe të gjithë arsimtarët. Nxënës të talentuar kemi shumë nxënës të cilët marrin pjesë në aktivitete të ndryshme shkollore, marrin pjesë në manifestime me rastin e festave të shkollës dhe festat të tjera, marrin pjesë në gara, ku çdo herë kemi pasur vendet e para si në gara shkollore, komunale, por raste të para dhe të veçanta kemi pasur edhe në gara republikane. Me nxënësit me nevojë, me nxënësit të cilët kanë pas ngjecje në mësim, edhe aty në bashkëpunim me prindërit, arsimtarët, shumë herë kemi arritur zgjidhjen tonë, ku ato nxënës i kemi motivuar që të mësojnë më tepër dhe të përmirësojnë suksesin e tyre. Kurse na prek na vendos fakti ke nxënësit të cilët kanë nevojë më tepër më ne, nxënësit me nevojë, aty kanë çdo herë përkrahjen tonë maksimale, të jonës si shërbim dhe të gjithë ushtrisë së shkollës, arsimtarëve që punojnë me atë nxënës dhe bashkëpunim më i fortë i prindërve, të cilët çdo ditë udhëzojnë çka duhet të punojnë dhe ofrojnë çdo herë mjete për nevojat e tyre. Si e kujtoni ditën tuaj të parë? Dita ime e parë në shkollë, si pedagog i kësaj shkolle, ka qenë një ditë shumë e mrekullueshme. Më jep një mallëngjim të madh se kanë kaluar afër 30 vite,
atë ditë jam paraqitur si pedagog I parë shqiptar në këtë shkollë. Mirë po, ishte aq e gëzueshme, po jo aq e lehtë, për arsye se tu ballafaqova me shumë arsimtarë të cilët më herët I kam pas edhe kanë qenë arsimtarë të mi më kanë mësuar në shkollën fillore. Mandej u bëra atë ditë u bëra dhe kolege atyre arsimtarë. Mirë po, ndjej një kënaqësi të madhe se I kam pas krah dhe dora e gjatë të ime. Çdo udhëzim të imi, çdo bashkëpunim, ata e kanë pranuar shumë në mënyrë pozitive dhe çdo herë kam qenë për krah nga ana atyre, që në atë rast të kem arritur punën që të kemi shumë suksese dhe të arrijmë të bëhemi shkollë model, siç jemi edhe sot e kësaj dite. Dhe të arriturat të nxënësve të përparojnë edhe më tepër në të ardhmen, se nxënësit dhe të gjithë ju jeni krenaria jonë dhe ardhmëria. Çfarë këshille do t'ju jepni të fëmijëve sot? Këshilla ime për nxënësit dhe për të gjithë fëmijët dhe rinin është: mësoni, krijoni dhe veproni. Dija është çelësi I diturisë. Bëheni persona të vetvetes, formoni personalitetin juaj, krijoni dhe hapni dyert e çdo profesionalizmi që të zgjidhni në të ardhmen. Ajo do të ndihmojë shoqërisë dhe do të jemi njerëz më të shëndos me të ardhmen më të mirë. Ju dua shumë nxënës. Ju falenderoj. Shpreh dëshirë që me rastin e festave të 7 dhe 8 marsin, të gjithë mësuesve të harroj festën e 7 marsit me dëshirë për suksese shumë të mëdha. Kurse nënave, motrave dhe të gjithë femrave kudo të gjenden gëzuar 8 marsin, shëndet dhe harmoni të lumtur. Ju faleminderit. Përshëndetje, sot do të flasim me mësuesen Veri për përvojën e tij si mësues. Përshëndetje mësues Veri, si e kuptoni ditën e parë, ju kur ishit mësues? Përshëndetje, si fillestar kuptohet se unë si për lëndën time profesionale e kam kryer me vullnet të mirë, profesionin e kam dashur, arsimin e kam dashur, ka pas vullnet shumë që të jesha arsimtari kësaj lëndë që sot e kësaj dite jemi duke ia dhënë. Sa do përdo kishim edhe nuk kishim hapësira në atë kohë, nuk ishte gjithçka e mundur që ne veprojmë dhe të punojmë ashtu si kemi dashur. A ka ndonjë ndryshim sistemi arsimor nga koha ju ku keni punuar deri sot? Në atë kohë kishim ditarët e thjeshtë, edhe vetë ditari ndikonte edhe te nxënësit, te fëmijët, ndërsa sot kemi ditarin elektronik, edhe ju mund të jetë pak si pasojë, sepse pirni gjithçka aty edhe shllonjën mëngjesë, notat, ndërsa sot hym me notes edhe duket si pa vlerë puna jote. Cila është këshilla juaj për mësuesit e rinj që sapo fillojnë karrierën? Këshilla ime është që gjeneratat e reja, arsimtarët e rinj, ta duan lëndën, të duan arsimin, profesionin që kanë, punuan me nxënësit më shumë dhe kushtet më të mira se sot nuk kanë pas asnjëherë. Duke filluar nga drejtori shkollor, stafi pedagogjik, kushte më të mira për punë, hapësirë kanë edhe vetëm punë, edhe vullnet. Pastaj do të ndiqni një material të veçantë për historikun e 7 marsit me ndihmën e inteligjencës artificiale të përgatitur nga klasat e 9-ta, si dhe dramatizimin me titull Surpriza, të përgatitur nga nxënësit e klasës së 6. Historia e arsimit shqip është e mbushur me emra të ndritur, të cilët me përkushtim dhe sakrificë hapën rrugën e dijes dhe lirisë. Mes tyre, një vend të veçantë zën Moraçi Riazi dhe Pendeli Sotiri, personalitete që dhanë kontribut të jashtëzakonshëm në përhapjen e gjuhës shqipe. Pendeli Sotiri u bë mësues në mësojtoren e parë shqipe në Korë që u hap më 7 mars të vitit 1887.
Ai dha mësim me pasion, duke ndihmuar në përhapjen e gjuhës shqipe, në një periudhë kur Perandoria Osmane ndalonte mësimin dhe përdorimin e saj. Më 7 mars 1891, në Korçë, Sevasti Qiriazi hapi mësuentoren e parë për vajzat shqiptare. Ishte një akt i guximshëm në një kohë kur arsimi për vajzat nuk ishte i përhapur. Ajo dhe e motra Parasqevi Qiriazi i përkushtuan jetët e tyre edukimit dhe emancipimit të gruas shqiptare, duke sfiduar pengesat e kohës. Sot, fal përpjekjeve të këtyre figurave të mëdha, ne kemi një sistem arsimor të ndërtuar mbi sakrificën dhe idealet e tyre. 7 marsi nuk është thjesht një datë historike, por një homazh për të gjithë ata që i dhanë dritë dijes shqiptare. Le ta kujtojmë dhe le ta nderojmë këtë trashëgimi me përkushtim e mirënjohje. Shpresoj të ke rregulluar bankat, andi të ke përgatitur fjalimin, sot është 7 marsi. Mirë, qetësi, po organizojmë surprizën apo jo? Mësuesja vjen pas 10 minutash. S'ka nevojë për surprizë. Të gjithë e dim se e na do. Pse të lodhemi? Jo, duhet të bëjmë diçka të veçantë. Po, dakord, por s'po merreni vesh. Duhet të vendosim se kush çfarë po bën. Unë them të mos bëjmë gjë fare. Unë mund të ndihmoj me diçka tjetër, por mos më kërkoni të këndoj? Në rregull, Andi. Ti mund t'i bash letrat me fjalimin që do t'i themi mësueses. Hajde të provojmë zërin se si do dukemi. E po, atëherë këndoj unë sot. Nëse do të dish. S'ka kohë për shaka, mësuesja vjen pas pak. Ela, ti mundesh. Nëse do të dish, magjinë e dorës tënde, me lapsin shkruaj vizato. Nëse do të dish. O jo, ku është letra me fjalimin që kemi përgatitur për mësuesen? Po sikur ti mos e mirë që mësueses? Prisni! E kam unë më duket. Po, ja! E kam unë! Rregulloheni! Mësuese e dashur, çdo ditë që hym në këtë klas ju jeni drita që na mëson, fjala që na jep guxim dhe zemra që na mëson me dashuri. Ju nuk na keni dhënë vetëm dije, por edhe ëndra, forcë dhe besim për të ecur përpara. Në sytë tanë ju jeni më shumë se një mësuese, jeni një nënë e dy që na mëson se si të bëhemi njerëz të mirë. Sot, në këtë ditë të shenjtë, ne duam t'ju faleminderojmë me gjithë zemër për çdo sakrificë, për çdo buzëqeshje dhe për çdo fjalë të mirë që na keni dhuruar. Mësues 7 marsin mësuese, ne ju duam pa punë. Festat nuk mbarojnë këtu. Pas ditës së mësuesit, vjen një tjetër ditë e rëndësishme, 8 marsi, dita e nënës dhe gruas.
Dhe për këtë fest kemi një tjetër dramatizim të bukur që nxënësit e klasës së 4 kanë përgatitur në gjuhën angleze përder të gjithë nënave. Here's a gift I'll give to you on this Mother's Day. I'll clean my room, I'll make my bed. In every home, there are moments of everyday magic, moments made special by the love of a mother. Mom, can you fix my broken toy? Of course, sweetheart. Let's make it as good as new. Mom, can you read me a story? I'd love to. Once upon a time, there was a mother and his son. They lived happily ever after. Mom, can you make me a flute to me? Of course, I'd love to. Look, Mom, I drew you. It's beautiful. You're such a talented artist. Mom, I'm hungry. I'm making your favorite snack. Mom, I'll show you something. Let me help you. There you go. Mom, I don't understand my homework. Let's work on it together. I know you can do it. Mom, can we play in the garden? Sure, let's go plant some flowers. Mom, I'm scared of the dark. I'll leave a little lamp and I'll be right here. Mom, I fell and I hurt my knee. Oh, my little one, let me clean that up and put a bandage on it. Mama, I love you too, more than anything. Sometimes it's like mothers have a special kind of magic, a sparkle of love that makes everything better. Mother's love is the brightest magic of all. We love our children with all our hearts. We love our mothers too. Today we celebrate all of the wonderful mothers for their love, their kindness, and their endless support. Thank you. Happy Mother's Day. Thank you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Thank you, Mom, for all the times you gently picked me up when I fell down. For all the times you tied my shoes and took me into
You needed something, but put me first instead. For everything we shared, the dreams, the laughter, and the tears, I love you with a special love that deepens every year. I love you, Mom. To my amazing mom, so much of me is made from what I learned from your, and I'm proud to call you my mom. It doesn't matter where life takes me. I will always be your little girl, and you will always be my loving mother. Thank you for all the sacrifices you've made and the unconditional love and support you continue to show me. I love you with all my heart. By Fatima. Marsi është një muaj i veçantë dhe për shumë personalitet që ka lindur në këtë periudhë. Le të ndjekim rubrikën Në këtë muaj u lind, ku do të mësojmë për futbollistin e njohur Taulant Gjaka. Përshëndetje teleshikues, në këtë muaj u lind Taulant Gjaka. Taulant Gjaka është një futbollist profesionist shqiptar i lindur më 28 mars në vitin 1991 në Basel të Zvicrës. Ai luan si mesfushor dhe është i njohur për lojën e tij të fortë dhe të palosshme. Fillimet dhe karriera e klubeve. Gjaka filloi karrierën e tij të rinjve në FC Basel në Zvicër, ku kaloi pjesën më të madhe të karrierës së tij të hershme. Ai bëri debutimet të tij personale me FC Basel në vitin 2010. Ai ka fituar disa tituj të kampionatit zvicerian me FC Basel. Gjaka ka përfaqësuar Shqipërinë në nivel në ndërkombëtar. Ai ka qenë një lojtar kyç për kombëtarën shqiptare duke kontribuar në kualifikimin e tyre në UEFA Euro 2016. Dhe tani vjen një tjetër rubrik me shumë motivuese, Unë mundem, ku do të shohim historinë frymëzuese nga bashkëmoshatarët tanë. Përshëndetje, unë jam Andi Jusufi, jam 11 vjeç. Pasionin për futboll e mora nga babai im. Ai më dërgoi në klubin futbollistik Vllazërimi, ku ndoqa hapat e tij, ku më priti një trajner shumë i mirë me emrin Nazmi Ajdini. Atë faleminderoj shumë dhe fitova shumë trofe dhe medalje. Ja ku është njëra. Kjo është medalje ime e parë në klubin futbollistik Vllazërimi. Këtë trofe e kam fituar për kushuririn tim në turneun në Garan. Faleminderit.
Marsi sjell edhe një atmosferë pranverore. Me 14 mars festuan ditën e verës, një feste e lashtë i lire që simbolizon ardhjen e pranverës. Për këtë, kemi zhvilluar disa intervista me nxënësit në shkollën për të mësuar se çfarë mendojnë ata për këtë festë. Përshëndetje, gjendemi në shkollën tonë me rastin e 14 marsit, ditës së verës, me nxënësit tonë që kanë sjell disa punime të vjetra tradicionale. Ti ndjekim. Përshëndetje Fationa, çfarë keni sjell për rastin e festës? Përshëndetje Dion, sot kum sjell punimi me dorë që ka punuar mami dhe gjyshja ime dhe e kanë përdorur për dekorim në shtëpi. Përshëndetje Andi, çfarë keni sjellur për rastin e 14? Kam sjell për ditën e verës ma ka bërë gjyshja, kjo quhet silmikesh. Kjo simbolizon për mbrojtjen e të keqave tona. Përshëndetje Aurora, çfarë keni sjell për rastin e 14 marsit? Përshëndetje, unë sot kam sjellëm këtë punim dore që e ka bërë gjyshja ime për ditën e verës. Përshëndetje Erina, çfarë keni sjell për rastin e 14 marsit? Për rastin e 14 mars kam sjellur këto çorape që janë të përbërë prej leshit të pambukut dhe janë veshje tradicionale për festën e 14 marsit të verës. Përshëndetje Rozafa, çfarë keni sjell për rastin e 14 marsit? Për rastin e 14 marsit, unë si nxënëse kam sjell gurabeja, të cilat i kam gatuar me shumë dashuri me mamin tim, dhe ne këto i kemi traditë që t'i gatuam gjithmonë për 14 mars. Faleminderit. Dita e verës është një fest pagane me orgjin të lashtë. Festimi kryhet në nderim të natyrës së bukur shqiptare dhe bimësisë që merr jetë pikërisht më 14 mars. Gjithashtu një detaje i kësaj feste është edhe vendosja në dorë e verores, një byzylyk prej fijesh të bardhë dhe të kuqe që lidhet në kyçin e dorës dhe zgjidhet kur të shihet dallandyshja e parë. Në disa krahina, veroret varen në deg pemësh, kryesisht dafinash, që dallandyshit i marrin e të sjellin mbarësi. Ndërsa, më 21 mars, për ditën e ekologjisë, shënuam një moment të rëndësishëm për të menduar rreth mbrojtjes së mjedisit. Për këtë ditë, nxënësit kanë përgatitur disa mesazhe të veçantë që do t'i shohim tani. Toka është shtëpia jonë, duhet ta mbrojmë së bashku. Mos e ndot natyrën, ajo është pasuria jonë më e madhe. Ruaj pastërtinë, mbroj jetën. Planeti ynë, përgjithësia jonë. Përdor, ripërdor, riciklo. Ti je ndryshimi që natyra ka nevojë. Një planet, një ardhme. Dita e tokës, sa e mirë kjo çokoladata, e mbaroj me 2 kafshata. Me një letër, po shqetja, ku këtë letër, ku ta lë, e hu në tokë ku e lë. S'ka problem, se nuk e gjen asgjë. Do e hedh në kosh, her tjetër, se s'bëhet nami për një letër. Një letër sot, një shishe nesër,
Landafilu gomi tretuari, duhen breza, të tretet ajo letër, para nesh lëndon tokën së pari. Përveç festave të shumta, këtë vit të marsit i ushtua edhe muaji i shenjtë i Ramazanit, një fest e cila përveç agjërimit simbolizon sakrificë dhe mirëqirë, për këtë do të japin disa këshilla në rubrikën tonë. Miku yt i këshillave. Mirësia dhe bujaria. Ramazani është muaj i mirësisë. Trego dashuri dhe ndihmo ata që ka nevojë. Një fjalë e mirë, një buzëqeshje apo një ndihmë e vogël mund të bëjë dikë të lumtur. Respekti dhe durimi. Në Ramazan mësojmë të jemi të durueshëm dhe të respektojmë të tjerët. Kujdesu të mos i shqetësosh ato që agjerojnë dhe tregoj i sjellshëm me të gjithë. Rëndësia e faleminderimit. Ramazani na mëson të jemi faleminderues për gjithçka që kemi. Çdo ditë mund të thuash: faleminderit për ushqimin, familjen dhe shëndetin. Kujdesi për shëndetin. Edhe pse në Ramazan agjerojmë, është e rëndësishme të hajmë shëndetshëm gjatë syfyrit dhe iftarit. Pini ujë mjaftueshëm, hani shumë fruta e perime. Të lexojmë dhe mësojmë. Përdor këtë muaj për të lexuar më shumë libra dhe për të mësuar gjëra të reja. Leximi është ushqim për mendjen dhe shpirtin. Dhe për të sjellë edhe pak humor dhe argëtim, vjen momenti i lajmeve haha, poezive, barcoletave dhe gjëgjëzave. Ti ndjekim! Përshëndetje shikues, tani do të ndiqni lajme nga vendi. Kërçëvarët zbulojnë një pemë molle që nxjerr lëng nga portokalli. Një pemë e çuditshme në kopshtin e gjyshes sultane filloi të prodhoi mollë që shijon si portokall. Shkencëtarët janë të habitur dhe po hetojnë këtë fenomen të pazakontë. Një tufë deleve në Kërçov mësojnë të flasin gjuhën shqipe. Bariu Besimi pretendohet se delet e tij kanë filluar të bizetojnë në gjuhën shqipe. Ata pëlqejnë të diskutojnë mbi motin dhe shijet e barit. Pëllumbat e Kërçovës organizojnë garë fluturimi me pengesa. Pëllumbat e qytetit kanë ndërtuar një pistë garash me pengesa në qiell, duke përfshirë tunella të bëra nga shalle dhe ura të ndërtuara nga deg. Garat janë të hapura për të gjithë pëllumbat e zonës. Kërçëvarët kapin një peshk që këndon serenata. Një peshkatar i befasuar kapi një peshk në lumin Treska që këndon serenata të bukur. Peshku është bërë atraksion lokal dhe njerëzit vinë nga larg për ta dëgjuar. Një këpurdh gjigante shfaqet në një fushë në Kërçov. Një këpurdh e madhe sa një shtëpi është shfaqur në një fushë të qytetit. Banorët janë të habitur dhe po planifikojnë një piknik gjigant në hijen e saj. Lajme nga bota. Një skuadër ketrash në Tokyo zbulon një thesar arrash të fshehur. Një grup ketrash të guximshëm në një park të Tokyo zbuluan një thesar të fshehur me arra që besohet se është fshehur nga piratët e lashtë të ketrave. Arkeologët e ketrave janë të emocionuar. Një pinguin në Antarktik fiton garën botërore të rrëshqitjes në akull. Një pinguin i quajtur Pipo theu rekordin botëror në garën e rrëshqitjes në akull, duke përdorur barkun e tij si një dëras surfi. Ai tani është një yll ndërkombëtar. Një qytet në Meksik feston ditën kombëtare të tacos me një tango gjigante. Banorët e një qyteti në Meksik festuan ditën kombëtare të tacos duke krijuar një tango gjigante që shtrihej për kilometra të tëra. Ata e mbuluan atë me salcë e gjatë dhe e ndan me gjithë qytetin. Një lop në Skoci mëson të luaj gajde. Një lop e quajtur Mairi në një fermë skoceze ka mësuar të luaj gajde. Ajo tani jep koncerte për delet dhe bagëtit e tjera në fermë. Lajme nga sporti.
Një skuadër futbolli në Angli zbulon taktikën e re të fitores. Hipnotizimi i kundërshtarëve. Një trajner i guximshëm pretendon se ka zbuluar një mënyrë të re për të fituar ndeshjet. Hipnotizimin e lojtarëve të ekipit kundërshtar me anë të një lëkundjeje të orës së dorës. Ata do të mendojnë se po luajnë kundër një tufe macash, thot ai. Një garues në maraton zbulon sekretin e fitores. Ushqim me petulla gjatë garës. Një maratonist i cili ka fituar garën e fundit, deklaron se sekreti i tij është ngrënit e petullave gjatë garës. Sheqeri më jep energji dhe më bën të ndihem si një superhero, thot ai. Një ekip basketbolli zbulon strategjinë e re të mbrojtjes. Përdorimi i trampolinave. Një trajner basketbolli ka vendosur të përdor trampolina në fushë për të ndaluar kundërshtarët të shënojnë. Lojtarët tanë do të kërcejnë lart dhe do t'i bllokojnë gjuajtjet e tyre, thot ai. Një garë vrapimi me pengesa organizon një pengesë të re. Një labirint i bën nga jastëkët. Organizatorët e një gare vrapimi me pengesa kanë vendosur të shtojnë një pengesë të re. Një labirint i bën nga jastëkët. Garuesit do të duhet të gjejnë rrugën e tyre përmes labirintit pa u zënë në gjumë, thon ata. Lajme qesharake për motin në muajin mars. Shkencëtarët zbulojnë një lloj të ri qiu që shijon si lule shtrydhe. Një grup shkencëtarësh të çuditshme pretendojnë se kanë zbuluar një lloj të ri shiu që shijon si lule shtrydhe. Ato po punojnë për të zbuluar nëse mund të përdoret për të bërë lëng lule shtrydhe nga shiu. Një qytet në Shqipëri pushtohet nga një re gjigante Pambuku. Një re e madhe Pambuku është faqur mbi një qytet në Shqipëri, duke mbuluar të gjitha shtëpitë dhe rrugët. Banorët po organizojnë gara me rëshitje në përre. Një fshat në Kosovë zbulon një burim të ri shiu që bie me topa bore. Banorët në fshat në Kosovë kanë zbuluar një burim të ri shiu që bie me topa bore. Ata po ndërtojnë një kështjellë gjigante bore nga shiu. Sinoptikanët parashikojnë një stuhi të madhe me konfeti në Prishtinë. Sinoptikanët kanë parashikuar një stuhi të madhe me konfeti në Prishtinë. Banorët po përgatiten për një festë të madhe në rrugë. Një fermer në Maqedoninë e Veriut mbjell një fushë me karota që rriten në formë ombrele. Një fermer i zgjuar në Maqedoninë e Veriut ka mbjell një fushë me karota që rriten në formë ombrele. Ai thot se ato janë përsosura për tu përdorur si ombrele në ditën me shi. Mësuesi, përdorni fjalën analfabet në një fjali. Nxënësi, dje një analfabet u rrëzua nga shkallët. Çfarë bëjnë bletët në pranverë? Mbledhin mjaltë nga lulet e sapo qelura. Dhe bëjnë një festë të madhe. Mësuesi, çfarë është një paradoks? Nxënësi, është kur mësuesi thot dëgjoni dhe askush nuk dëgjon. Mësuesi, nëse do të kisha 5 molla dhe i hatëra, sa do të mbeten? Nxënësi, 2 zotëri. Mësuesi, mirë, por nëse do të kisha 10 molla dhe i ha 6, sa do të mbeten? Nxënësi, 4 zotëri. Por unë mendoj se ju keni problem me mollat. Çfarë thot lulja kur zgjohet nga gjumi? Më në fund u zgjova nga gjumi i gjatë dimrore. Çfarë thot dielli shiut në pranverë? Faleminderit që i dhe uje luleve, tani unë do të ngroh. Pse zogj të kthehen në pranverë? Sepse i mungojnë pemët e lullzuara dhe cicërimet e tyre.
Pse fluturat janë kaq të lumtura në pranverë? Sepse kanë shumë lule për të vizituar. Çfarë ka një qafë pa kokë? Ora? Jo. Shishja? Pa. Çfarë ka shumë qelsa, por nuk hap dot asnjë derë? Një piano? Po. Çfarë është gjithmonë duke ardhur por kur nuk e arrin? E nesërmja? Po. Çfarë ka dy krah dhe një fytyrë por nuk mund të lëviz? Telefoni? Jo. Ora? Po. Çfarë bëhet më i madhe sa më shumë që merr? Një grop. Sakt. Çfarë është mbushur me vrima, por prap mban ujë? Sfungjeri? Saktë. Çfarë ka male pa gur, qytete pa shtëpi dhe ujëra pa peshk? Deti? Jo, nuk ka deti. Hart? Pa. Saktë. Çfarë mund të udhëtoj rreth botës duke qëndruar në një cep? Që është cep? Roket? Jo. Aeroplani? Jo. Pulla e postës? Saktë. Çfarë ka gjithmonë një gjuhë por nuk mund të flasi kur? Këpuc? Saktë. Çfarë është gjithmonë para te por nuk mund ta shohësh kur? E ardhmja? Të dashur shikues, këtu është edhe fundi i këtij emisioni për këtë muaj. Shpresojmë që ju ka pëlqyer ky emision plot me festa, informacione dhe argëtime. Shihemi në emisionin e radhës. Ju urojmë të gjithë muslimanëve festën e Bajramit. Gëzuar dhe për shumë mote!